Përshëndetje miq, në minutat në vijim ju ftoj të qëndroni në shoqërinë e emisionit Histori Tifozësh. Në këtë program do të jemi me historinë e tifozëve të skuadrave të derbit të kryeqytetit, përkatësisht Tirana, Partizani dhe Dinamos. Për këta tifoz, skuadrat e zemrës janë një pjesë e pandare e jetës së tyre. Shpesh e shndruar në një mënyrë jetese. Sot do të njihemi me Emanuel Locin, një tifoz i Partizanit dhe historia e tij e tifozërisë. Le të njihemi menjëherë me Emanuelin. Emanuel Loci është 19 vjeç dhe aktualisht studion për gazetari në nivelin bachelor në Universitetin e Tiranës. Pasioni i tij për gazetarin lidhet ngushtë me dashurinë e tij për futbollin e më specifikisht për ekipin e Partizanit. Emanueli jeton në Tiranë së bashku me familjen e tij. Emanueli shprehet se dashuria e tij për Partizanin ka lindur bashkë me të dhe është ushqyer më tepër në stolat e stadiumit ku ai brohoret për skuadrën e tij të zemrës kurdoherë. Historia që ai do të rrëfejë sot për ne është treguesi i qartë i rëndësisë që ka për një tifoz skuadra e zemrës, që jo rrallëherë kthehet në prioritet mbi gjithçka tjetër. Ju ftoj të ndiqni Emanuelin në Histori Tifozësh. Shalli legjendar është. Bëj prova tash 1-2-1-2. Dëgjon? Përshëndetje, quhem Emanuel Loci, jam 19 vjeç. Studioj për gazetari, jam në vit të dytë. Si fillim dua të tregoj lagjen time për të më pas historinë si ka lind dashuria për Partizanin. Lagja ime ka ngelur si mit që është lagje bardhë e blu, por në fakt është një lagje që e kemi ngjyrosur të kuqe me kalimin e kohës. Unë jetoj në zonën e Oxhakut, afër Vorrit Bomit, dhe për të treguar se si e kemi ngjyrosur në të kuqe, çfarë ka ndryshuar nga aty, duhet ty që kur dal nga shtëpia. Unë them se kam lindur tifoz i Partizanit, por ndeshja e parë që kam ndjekur në stadium është në vitin 2007, pra jam tifoz prej 13 vitesh. Prej momentit kur unë dal nga shtëpia, unë gjithmonë do jemi rrethuar nga tifoz të kuq. Fillon me taksistin, unë takoj taksistin, ai më mëson të rejat e fundit ose edhe unë atij, pra i bëjmë update njëri tjetrit. Më pas kalon direkt tek berberi. Unë e kam zakon domethënë për të kaluar tek berberi. Takohemi me atë, flasim, edhe ai është një tifoz shumë i zjarrt, ka simbolet Partizanit brenda në dyqan. Përballë berberit është PlayStationi. Edhe ai është një paçi flak sa berberi. Gjithë lagje domethënë kemi krijuar një lagje shumë bukur që është e vogël, por ka shumë vlera domethënë, ndihmon shumë Partizanin dhe për të rritur fëmijë të rinj, aty ku e thash dhe më përpara që duket si një mit që është tifozë, është lagje bardhë blu. Më pas berberit është dhe servisi, edhe ai njëjtë si berberi, si PlayStationi, si taksisti gjithmonë e mbajnë një simbol në dyqanin e tyre. Edhe ai ka një flamur Partizani. Është shumë bukur domethënë atmosfera që krijojmë aty brenda lagjes. Edhe ne jemi mundu gjithmonë, si që am rritur unë që i vogël tifoz me Partizanin, edhe ne akoma mundohemi, dhe unë akoma mundohem të rris fëmijët vegjël t'i bëj tifoz me Partizanin, sepse është një vlerë shumë e madhe, dashurosh futbollin në Shqipëri, edhe për më tepër Partizanin. Sepse po dashurove futbollin, do dashurosh dhe Partizanin, do bish në dashuri me Partizanin. Lagja Oxhaku në Tiranë i përket njësisë administrative numër 4 në kryeqytet. Oxhaku e ka marrë këtë emër për shkak të një Oxhaku masiv që të tërheq syrin sa po futesh në rrugët kryesore të lagjes. Sa i përket grupeve të tifozërisë, tifoz të Tiranës dhe Partizanit do të shpreshin se grupimi i tyre kryeson në numër, por treguesit faktojnë se të dy këto tifogrupe janë pothuajse të njëjta në numër e në dedikim për skuadrën e zemrës. Në
lagjen Oxhaku nuk kanë munguar incidentet mes tifozëve, kryesisht të nisura nga tifozët e moshave të reja. Unë në fakt them se kam lind tifoz me Partizanin, sepse dashurinë për Partizanin e kam trashëguar nga babi. Babi që 6 vjeç më ka marrë në stadium për herë të parë, ka qenë një ndeshje derbi që në fakt nuk më kujtohet nëse ka qenë me bardhë blut apo blut e qytetit. Edhe emocionet kanë qenë pa përshkruar, që nuk mund t'i përshkruaj dot, domethënë. Unë me babin ishte si një ëndër kur u futëm në stadium për herë të parë, atmosfera, harmonia ishte gjithçka shumë bukur. Babai ka qenë ai që e ka trashëguar dashurinë tek unë. Në ndeshjen që ka ndodhur para 13 vitesh, ai më ka marrë në stadium dhe ka tequar tek unë një dashuri shumë të madhe që jeton dhe sot. Momenti që më ka ngel në mendje nga ajo ndeshje është shumë i freskët për mua, pavarësisht se kanë kaluar shumë vite. Është momenti kur Partizani ka shënuar gol, edhe babi më përqafoi fort, më pas ktheva kokën nga babi dhe ishte sërish duke përqafuar tjerë, ishte një atmosferë shumë elektrizuese për fëmijë që unë e mbaj mend dhe akoma. Edhe mua babi në asnjë moment nuk më tha bëu tifoz me Partizanin, zgjidh të. Ishte thjesht ndjesia, ishte ndjenja momenti që unë zgjodha Partizanin dhe që nga ai moment ne u lidhëm shumë me njëri tjetrin. Unë dhe Partizani, domethënë, unë nuk e shoh veten, domethënë, ditën pa mendu një moment Partizanin, edhe jam shumë krenar për atë që më ka fal babi, sepse është një trashëgimi që prandaj dhe unë them shpesh që kam lind tifoz me Partizanin. Skuadra e futbollit Partizani e ka zanafillur menjëherë pas çlirimit të vendit. Kjo skuadër u krijua nga të rinj partizan të divizioneve të brigadave të ushtrisë nacionale çlirimtare. Ishin 2 divizione pjesëmarrëse në kampionatin e parë të kategorisë së parë të pasluftës të vitit 1945. Ylli me qendër në Shkodër dhe Liria me qendër në Korçë. Këto 2 skuadra ushtarake do të merrnin pjesë vetëm në kampionatin e parë. Pasi në vitin 1946 2 skuadrat u shkrinë në një të vetme, duke krijuar kështu ekipin kryesor të skuadrës ushtarake, e cila mori emrin Ushtria. Më 13 janar 1946, ekipi zhvilloi takimin e parë miqësor ndaj kampionëve të vendit të vitit 1945, Vllaznia. Ndeshja u zhvillua në Tiranë dhe u mbyll me rezultatin 0-0. Skuadra e cila kishte luajtur me emrin Ushtria u paraqit për herë të parë me emrin Partizani në bluzat e lojtarëve në 7 prill 1946 në takimin kundër 17 nëntorit të Tiranës. Partizani fitoi me rezultatin 2-0. Shënuesit ishin futbollistët Osman Pengili dhe Qamil Teliti. Në kampionatin kombëtar të kategorisë së parë të vitit 1946, Partizani nuk kishte pjesëmarrës. Skuadra zhvilloi një turne në shumë qytete të Shqipërisë për të arritur konsolidimin e ekipit, por edhe për të parë nga afër futbollistë cilësor të këtyre qyteteve. Për herë të parë në historinë e saj, skuadra Partizani mori pjesë në kampionatin kombëtar të vitit 1947. Po në këtë vit u shpall kampion kombëtar, titull që e mbrojti edhe në kampionatet e viteve 48 dhe 49. Partizani fitoi edhe 2 kupa të Shqipërisë në vitet 1948 dhe 1949. Skuadrën e ka drejtuar trajneri i shquar Slave Lambi, i cili ishte gjithashtu edhe futbollisti i skuadrës. Ndër rezultatet më historike, ekipi i Partizanit krenohet me të vetmin trofe ndërkombëtar në historinë e skuadrave shqiptare, Kupën e Ballkanit në vitin 1970. Pas rënies së komunizmit, Partizani ka fituar 4 herë trofeun e Kupën e Shqipërisë dhe në vitin 2019 u shpall kampioni i Shqipërisë për herë të 26. Pasioni për Partizanin, për futbollin e Partizanit nuk ishte i rastësishëm. Unë që i vogël kisha i dëshirë i pasion të madh për futbollin, e dashuroja futbollin, luaja gjithë ditën e lagji, ishte domethënë futbolli më çojte dashuria më e madhe që ishte ajo ndaj Partizanit. Partizani për mua është pjesa më e rëndësishme e jetës pas familjes. Unë me Partizanin ndihem shumë i lidhur dhe çdo moment jetoj me të, mendoj për të.
Për shkak se nuk pata mundësi ta ndiqja për ta shndërruar në profesion, ky pasion për futbollin, domethënë mbeti si i tillë dhe nuk arrita ta vazhdoja më tepër. Gjithsesi dashuria për Partizanin kur në asnjë moment nuk ndaloi. Që nga ajo ditë unë gjithmonë, siç thash, e kujtoj, e kam pjesë të jetës sime të Partizanit të pandashme. Në vitin 2009, Partizani pati një moment shumë vështirë, që ranga kategoria, dhe kjo ishte një periudhë shumë goditëse për ne tifozë, sidomos për ne të vegjël që e kishim shumë vështirë, domethënë t'i qëndronim nga pas Partizanit, dhe kjo zgjati për 4 vjet, 2009 deri në 2013. Nga ky moment, unë atë ndeshje në 2009 unë e kam ndjekur në lokal, mbaj mend sa i zyt më bë dita, janë si emocionet e ndeshjes së parë që i kujtoj dhe që më kanë mbetur të freskëta në memorien time, edhe këto emocione kur nuk do e harroj. Ishte një ditë shumë e zymt, pavarësisht se nuk isha në stadium, por po e ndiqja nga lokali i lagjës. Aty isha me babin, isha me taksisin që përmenda në fillim, edhe domethënë ndihesha shumë bosh. Por këto 4 vite mungesë, nuk mund të harroja Partizanin. Në çdo moment unë tregoja me krenari se jam tifoz i Partizanit. Sa herë kam qenë në shkollë, shkoja tek të afërmit, unë gjithmonë e shpreha dashurinë për Partizanin, sikur të ishte pjesë e Superligës shqiptare. Dhe në fakt ishte në kategoritë e ulta, në kategoritë inferiore. Gjithsesi dashuria, siç dihet, gjithmonë triumfon. Këto 4 vite shumë pak e kam ndjekur Partizanin, ka qenë vetëm mbaj mend shumë mirë një dëgjim në radio, edhe ato ishin emocione, pavarësisht se ishte Partizani dobët, prap ajo dëshira, ajo dashuria kishte mbetur, duke i bukur thjesht që Partizani po luante, sepse Partizani rrezikonte edhe falimentimin. Formacioni i parë historik i skuadrës Partizani, asa kohë e njohur si skuadra ushtria, përbëhej nga Bonati, Luga, Tepelli, Demneri, Fagu, Rexhepi, Hoxha, Teliti, Kavaja, Bakalli dhe Bylyku. Lojtarët më të njohur që kanë luajtur për skuadrën e Partizanit ndër vite janë Abdurrahman Roza Haxhiu, Igli Tare, Safet Berisha, Erion Bogdani, Edmond Kaplani, Adrian Aliaj, Ylli Shehu, Ledio Pano, Skerdilaj Curri, Klodian Duro, Perlat Musta, Refik Resmja, Loro Borici, Blendin Albani, Lefter Milo, Ilir Shulku, Suleman Starova, Agim Murati dhe Genc Tomorri. Gjithsesi dashuria vazhdoi dhe momenti më i mirë ishte sërish kthimi në Superligë. Ishin shumë vite të vështira ato që ishin kaluar gjatë periudhës kur Partizani ishte në kategoritë inferiore. Unë në fakt isha i vogël dhe nuk kam pas mundësi asnjëherë të kontribuoj as të jem prezent, por do doja shumë sinqerisht të isha pjesë atyre çunave që e mbajtën Partizanin gjallë dhe që është në këto pozita ku ndodhet tani. Në vitin 2013 Partizani u kthye në Superligë. U kthyen dhe emocionet, për mua ishte kënaqësi e paparë, domethënë pavarësisht se isha i vogël dhe akoma nuk kisha mundësinë të shkoja i vetëm në stadium. Për këtë mendoi babi, një vit më vonë babi më mori në stadium mua. Në vitin 2013 babi më dërgoi në stadium, ishte sërish derbi dhe Partizani fitoi me shifra 2-0. Ishte sërish si ajo ëndra e 2007-s. Babi përdore me mua, do më dërgonte në stadium, ishte kënaqësi e paparë, domethënë për një fëmijë kur mëson dashurinë për futbollin dhe për stadiumin është një gjë shumë e bukur që nuk mund përshkruhet dot me fjalë, dhe babi mendoi sërish të më merrte në 2014 në stadium. Ai moment është sërish njësoj sikur në 2017, i pandashëm për mua. Unë kalova një déjà vu të asaj që kishte ndodhur në 2007. Në momentin që pash babin duke festuar golin, ishte një emocion që më rënqethi mishin dhe më kujtoi sikur dashuria jo vetëm nuk kishte zhdukur, po kishte mbetur e njëjtë dhe mos më fort se ajo e 2007-s. Aty unë ndjeva shumë mirë për veten, edhe isha i sigurt që do vazhdoja akoma ta mbështesja Partizanin edhe më fort, edhe në çdo ndeshje. Stadiumi është një vend shumë i përshtatshëm për familjarët. Familjarët mund të vinë aty të ndjekin një ndeshje në fundjavë dhe do kënaqen shumë, do përjetojnë emocionet që kam përjetuar dhe unë në fëmijëri, dhe ato i çojnë dhe fëmijëve të tyre, dhe një mbrëmje ose një mbasdite shumë e bukur. Prandaj unë rekomandoj të gjithëve të vinë në stadium, ta ndjekin futbollin sepse është një art më vete. Pastaj sërish kur ika në shtëpi, takova familjen, pjesën tjetër familjes, unë akoma qëndroja i gëzuar për Partizanin. Më qëndroni mendja ato momente që ishin
shumë të, domethënë gjithmonë do mbesi memorje, kanë kaluar vite, unë akoma e kujtoj me të njëjtin emocion. Familja e pak kënaqësinë që ndjeva unë kur po shija Partizanin, edhe prandaj mbështetja do ishte, e ndjeja që do ishte më e madhe në ditën në vazhdim, por ndjekur ndonjë ndeshje sigurisht. Fillimisht pengesat e para që hasa nuk ishin nga familja, por ishin nga shkolla, sepse mendja qëndronte tek Partizani dhe fillova me mungesa. Por në shkollë nuk hasa vetëm vështirësi, sepse Partizani në të njëjtën kohë më motivonte edhe për të vazhduar më me dëshirë, më me pasion shkollën. Megjithse unë ndjeja atë njëjtën gjë që ndjete Partizani, si ndjej Partizani, ishte keq Partizani, edhe unë do kisha një rendiment më të ulët në shkollë. Ishte mirë Partizani, unë do shkëlqeja në shkollë, dhe kjo ishte një ndjesi shumë e mirë, sepse unë momentalisht në fillimet që dashuroja Partizani ishte vetëm ndjenja pozitive, vetëm kënaqësi. Për ndjekur Partizanin sigurisht që ka pasur dhe sakrifica. Sakrificat më kanë ndjekur më shumë në shkollë dhe në jetë, dhe në shkollë kanë qenë sakrificat që mund të justifikoheshin, kanë bërë pjesë në lidhje me mungesat, ndonjë mungesë gjatë testimit, por që e bëja testimin më vonë. Sakrificat në jetë kanë qenë më të ndryshme nga ato të shkollës. Ajo me vajzën e tezës më ka mbetur më shumë si peng, sepse ajo kishte dasmën e saj dhe unë nuk mund të isha pjesë. Partizani luante një derbi dhe derbit janë ndryshe nga ndeshjet e tjera. Dhe unë për derbi kisha shpresën sepse shpesh takimet ndryshonin. Pra takimi mund ndryshonte datën dhe edhe unë qëndroja me atë shpresë. Por ky moment ishte thelbësor në lidhjen time me Partizanin, sepse unë nuk e prisja me thënë drejtën që familja do më lejonte të shkoja në stadium dhe mos shkoja në dasëm. Unë e fitova këtë drejtë dhe unë kuptova se kisha qenë gjithmonë mbas Partizanit, e doja me gjithë zemër dhe ajo fitore që ndodhi atë natë ishte për mua gjithçka. Më mbajti shumë t'lidhur gjithkohën me Partizanin. Megjithatë kushërira e mban mend sërish, ma ka përmendur dhe më ka thënë kur ta bësh ti dasmën unë nuk do jem prezent. Po unë do ja mbush mendjen sepse ajo nuk ka një dashuri aq të madhe sa që kam unë për Partizanin dhe do e gjej mundësinë që të vijë tek unë. Ndër rezultatet e arritura të Partizanit mund përmendim. Në Kupën e Kampionëve, Partizani Austria e Vjenës 1-0 në vitin 1981, Partizani Celtic 1-0 1979 dhe Partizani Köln 0-0 1964. Në Kupën Intertoto, kualifikimi për në raundin e dytë në vitin 2003 pasi fitore ndaj Maccabi Natajna 2-0 në Tiranë. Në Kupën e Kupave, Partizani Feyenoord 0-0 në vitin 1991, Partizani Malmo 0-0 në vitin 1980, si dhe Partizani Torino 1-0 në vitin 1968. Në Kupën Ballkanike fitore ndaj Stara Zagoros në vitin 1970. Trofet që skuadra e Partizanit numëron përfshin 16 trofet fituar në Ligën Superiore të Shqipërisë, 15 trofet fituar në Kupën e Shqipërisë, 3 trofe në Superkupën e Shqipërisë, 1 trofe në Kupën e Ballkanit. Pasioni për futbollin, fatkeqësisht nuk mund të vazhdonte më tej, nuk mund ta vazhdoja si profesion, dhe kjo ishte goditje për mua sepse e ndjeja si diçka që do më mbante afër Partizanit. Megjithatë, në vitin e dy, kur isha në vit të dytë gjimnaz, një mik i imi, duke parë shkrimet e mia në rrjetet sociale, më rekomandoi të vazhdoja për gazetari. Si fillim nuk e mora shumë seriozisht, por me kalimin e kohës e ndjeva që ajo ishte diçka që mund mbate afër Partizanit dhe fillova të shikoja tek gazetaria një pasion të madh, siç e kisha për Partizanin, siç e kisha për futbollin. Zgjedhja ime për gazetarin nuk u mbështet fillimisht nga familja, megjithatë me kalimin e kohës ato e kuptuan që unë kishte filluar të më lindte një pasion për këtë degë. Pasionin për gazetarinë e kam justifikuar duke treguar atyre se kam një pasion për ekranin, por në fakt për gazetarinë pasioni ka lindur nga Partizani, nga futbolli. Ajo është diçka që dua të më mbaj afër Partizanit gjithë jetën. Periudha pandemisë ka qenë shumë e vështirë për tifozët në tërësi. Ne kemi gjetur mundësinë, një grup shumë i vogël që në raste të veçanta shkojmë ta ndjekim Partizanin, por është shumë e vështirë për lojtarët që ta ndjejnë mbështetjen, sepse futbolli nuk është një program televiziv. Futbolli ka nevojë për tifozët dhe shpresojmë shumë që me kalimin e kohës tifozët të kthehen siç ndodh në vendet e tjera që një pjesë e stadiumit qëndron e mbushur. Ne gjithmonë kemi mbajtur kontakte edhe gjatë pandemisë me njëri tjetrin si tifoz, qëndrojmë bashkuar dhe jemi gjithë në pritje që të hapen stadiume dhe të vazhdojmë sërish njësoj si më përpara. Ta mbështesim Partizanin si gjën më të shtrenjtë që kemi në jetë.
Rivaliteti mes tifozëve nuk mund të quhet i dhunshëm. Rivaliteti është gjëja më e bukur që e bën futbollin edhe më të bukur se sa është. Rivalitet Partizani të madh ka në derbi, me Bardhë e Blut ose me Blut e qytetit. Dhe prandaj derbi është shumë i veçantë, duke u bërë i veçantë nga ky rivalitet që tjerët e quajnë rivalitet të dhunshëm apo një rivalitet që nuk është i denjë për futbollin. Pas shumë vështirësive, Partizani përjetoi një periudhë shumë mirë gjatë sezonit 2018-2019. Partizani kishte 26 vite që e priste atë moment. Me 12 maj 2019, Partizani u kurrizua pas 26 vitesh kampione e Shqipërisë. Ky ishte një moment shumë i veçantë për gjithë, sepse shpesh kemi dëgjuar sikur për çfarë ndjek ti Partizanin, sepse Partizani është dobët, Partizani s'do fitojë asnjëherë titull, dhe ky ishte një titull për gjithë tifozët, ne gjithë ndiheshim krenar për atë që kishte ndodhur dhe e ndjenim si një triumf tonin. Çdo sakrificë, gjithçka ishte kurorzuar me atë titull dhe ndjeshim shumë mirë nga ana shpirtërore. Në këtë moment ata që ishin më pesimistët ishin dhe të parët që na uruan. Kjo ishte një kënaqësi më tepër sepse ne i treguam atyre që gjithçka arrihet me mund dhe ne asnjëherë nuk ndaluam. Fal Partizanit kam krijuar një miqësi shumë të mirë që e di që do e kem gjithmonë krah meje. Shokët shpesh më thonë me batut se po t'ishte Partizani një femër, ne të gjithë do ziheshim për të. Por unë e marr si një thjesht e lej në kuadrin e batutës, sepse Partizani është e vetmja gjë që unë nuk jam xheloz. Unë dua që gjithë ta duan ta mbështesin Partizanin dhe për këtë mundohem çdo ditë duke afruar sa më shumë njerëz të rinë si tifoz të Partizanit. Dashuria për Partizanin është shumë e veçantë. Unë sa takoj një njerëz të ri, pyetja e dytë apo e tretë do të jetë me kë je tifoz në Shqipëri, a e sheh futbollin shqiptar dhe dua të dal tek Partizani. Është një kënaqësi e paparë në momentin kur dëgjoj se jam me Partizanin, sepse ndjej sikur e dua më shumë atë njerëz, e shoh me një sy tjetër dhe në fakt edhe mund të paragjykoj, por prapë mbetet në kuadrin e miqësisë. Unë mezi presta të çoj dashurinë tek fëmijët e mi. Atë që më ka sjell mua babi, dua dhe fëmijët e mi ta kultivojnë. Ta dashurojnë Partizanin siç e dua unë, sepse është me të vërtetë një ndjenjë shumë e madhe shpirtërore që ndihmon njeriu edhe në sfidat e jetës. Prit, mos e mbyll se kam akoma për t'treguar.